Një ditë kushtuar fëmijëve të ardhmes së vendit. Në kuadër të ditës së fëmijëve, siç njihet në mbar botën 1 qershori, Bashkia e Durrësit organizoi në sheshin Liria një festë të dedikuar fëmijëve të qytetit, ndërkohë që atmosfera festive ka mbizotëruar kudo në qytet. Këngë, valle, recitime të interpretuara nga fëmijët e shkollave të ndryshme të Durrësit. E gjitha krijojnë një atmosferë festive për të prindrit e tyre. Dita e fëmijëve u vendos në 1 qershor, sepse në këtë ditë është mbajtur konferenca botërore e mirëqenies së fëmijëve në Gjenevë në vitin 1925. Në të njëjtën ditë, konsulli i përgjithshëm kinez në San Francisco mblodhi së bashku një numër të konsiderueshëm fëmijësh jetim kinez të festonin në festivalin e anijes së Dragotit. 2 vite më pas, festa e 1 qershorit filloi të festohet në të gjithë botën. Në këtë ditë, fëmijët bëhen qendra e vëmendjes në mbar botën dhe shumë aktivitete u kushtohen veçanërisht atyre. Kështu ka ndodhur dhe në qytetin e Durrësit, ku sheshi Liria ishte mbushur me ngjyra. Aktiviteti është ndjekur nga prindër, gjyshër, të cilët kanë bërë dhuratë për më të vegjëlit e tyre.